Mirë, jam në studio me Indrit Vokshin, analist, mirë se erdhe, shumë nëjsi që të kam në studio. Dua të di njëherë situatën në Partinë Demokratike nga protesta në protest, dhe më pas do të flasim për aktualitetin, për atë raportin e fortë që është shkruar mes qeverisë dhe drejtësisë. Partia Demokratike ku është? Mbylli një protest që në fakt na u duk si një protest më parë, ofron një protest tjetër që se keni parë asnjëherë se çfarë do ndodhi. Pra, ato që kemi bërë deri tani se kemi bërë asnjëherë. Si do duket opozita, Partia Demokratike? Mua më duket të pozicionuar keq. Do të thotë nëse është synimi, sfida ndaj qeverisë, mendoj se kjo duhet nis nga riorganizimi dhe ristrukturimi politik. Protestat i kemi parë, protestat aty kanë qenë, ka pasur protesta shumë më të mëdha në vitet e më përpashme, mirë po rezultati në kutinë e votimit ka qenë në dizavantazh të opozitës. Pra opozitës i duhen njerëz, për përfaqësues politik i duhen njerëz që dinë flasin dhe t'japin argumente dhe ta sfidojnë qeverinë e Edi Ramës në argumentin publik. Nuk ka gjë më të frikshme për një qeveri se sa pëlqyeshmëria publike e opozitës. Nëse mendojnë ta sfidojnë me bomba dhe me fishek zjarre, mendoj se është e drejtë, legjitime, por është zgjidhja e gabuar strategjike dhe taktike. Shqiptarët sot e shohin një qeveri në mandatin e 4, e shohin që nuk ka çfarë jep më, nuk ka asnjë performancë qeverisëse, është e degraduar dhe në përfaqësimin publik, çdo ditë më shumë me sjellje skandaloze të përfaqësuesve të saj, çdo ditë më shumë kryeministri është i lodhur dhe nuk di çfarë t'i thotë këtij populli dhe këtij shteti, dhe përballë kësaj njerëzit kanë nevojë të shohin njerëz të tjerë, të cilëve t'ju besojnë për të drejtuar institucionet e shtetit. Mendojnë që ky atashimi i njerëzve të tjerë që duhet jetë në shesh, duhet jetë se s'bën me Partinë Demokratike njerëzit mund të atashohen dhe mund të krijojnë dhe një val mes tyre. Kam parasysh për shembull armët kimike. Se të studentëve nga fundi sikur u bë monopoli politikës. Nuk kishte një lider politik në krye, përkundrazi. Opozita në kohës ishte opozita e Berishës në atë kohë, nuk ishte Dalende, ishte Basha, por nuk ishte lideri i opozitës. Nuk e morën në dorë njerëzit atë situatë. Dhe njerëzit dilnin vetë, dhe dilnin të tërë, doli gjithë Tirana në shesh. Pavarësisht intelektual, qytetar, dolën atje. Njerëzit, në qoftë se janë kaq të prekur dhe janë kaq të ndjeshëm nga ajo që po ndodh në skenën e politikës, përse duhet ata shohin se s'bën me një forcë politike?